Ludo bën deklaratë të fortë. Nik më pëlqen, Alba për mua ka vdekur. Një moment i fuqishëm dhe i papritur ka ndodhur së fundmi brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, ku Ludo ka bërë një deklaratë të hapur dhe të drejtë për ndjenjat dhe fokusin e tij. Ai tha se, pavarësisht perceptimeve të mëparshme dhe diskutimeve brenda shtëpisë, Albën nuk e konsideron më pjesë të interesit të tij emocional. Nik më pëlqen, Alba për mua ka vdekur. Deklarata e Ludos erdhi gjatë një bisedë ku ai shpjegoi gjithashtu se fokusin e tij të vërtet e ka tek Hygerta. Fokusi im është te Hygerta. Ajo është moderatore simpatike, e dashur dhe e ëmbël, që më pëlqen që nga viti 1996. Shtoi ai, duke treguar se ndjenja e tij nuk është e rastësishme, por rrjedh nga një respekt dhe admirim i gjatë. Ky moment ka lënë banorët e tjerë të befasuar, pasi Ludo nuk kishte qenë gjithmonë kaq i hapur me ndjenjat e tij dhe deklaratat për Albën. Ai përdori fjalë të forta dhe të qarta për të shprehur distancimin dhe vendosmërinë e tij që të mos lejojë keqkuptime apo interpretime të gabuara mbi marrëdhënien e tyre. Alba për mua ka vdekur, shtoi Ludo, duke treguar se pavarësisht historikut të situatave brenda shtëpisë dhe debatet e mëparshme, për të nuk ka më ndjenja të mbartura ndaj saj. Deklarata u shoqërua me një qartësi që nuk lejoi interpretim të dyfishtë. Duke vendosur limite të qarta dhe duke shënuar një kthes të rëndësishme në dinamikën mes tyre, banorët e tjerë ndoqën me vëmendje dhe disa shprehen habi, ndërsa të tjerë kuptuan rëndësinë e këtij momenti. Një nga sfidat më të mëdha në Big Brother Kosova është menaxhimi i ndjenjave dhe transparenca me bashkëbanorët. Ludo, me këtë deklaratë, tregoi se është i vetëdijshëm për ndjenjat e tij dhe nuk ka ndërmend t'i mbajë ato të paqarta apo të manipulueshme nga situatat e lojës. Publiku reagoi menjëherë në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës shprehen habi për deklaratën e fortë dhe qartësinë e Ludos, ndërsa disa e komentuan si një shembull të